Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga mënyrat më të mira për të përgatitur turshi mix me speca dhe patollxhan që qëndrojnë të fortë dhe ka një shije fantastike. Fillimisht na duhen perimet, patollxhan, specë të kuq dhe jeshil, duhen të jenë të freskëta për një rezultat akoma më të mirë dhe duhet të jenë të forta. Fillojmë pa humbur kohë. Fillimisht do ndajmë patollxhanët në copa mesatare. Mund t'i prisni sipas dëshirës suaj, por në këtë mënyrë vazoja merr më shumë perime. Nuk dua të harroj pa thënë se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Pasi i kemi prerë, do shtojmë në tenxhere ujë dhe një lugë gjelle krip të trash. Do ta nxehim derisa të vlojë dhe më pas do vendosim patollxhanët aty dhe do t'i lëm për pak minuta sa të ndryshojnë ngjyrë. Kjo është për t'i hequr shijen e hidhur që mund të kenë. Në fakt patollxhanët që unë kam përdorur nuk kishin as pak shije të hidhur, por për t'i rregjur unë i vendos gjithmonë në këtë mënyrë. I mbulojmë në një pjatë në mënyrë që të zbuten të gjitha plotësisht. Ndërkohë do vazhdojmë me specat. Do t'i largojmë pjesën e bishtit, pjesën e farave. Do t'i presim edhe ato në copa të vogla. Në fakt specat ishin vërtet shumë të freskëta, unë sapo i morë në treg, dukeshin edhe nga aroma që ato kishin. Nëse ju i keni në kopsht, kjo është akoma dhe më mirë, rezultati do jetë akoma dhe më mirë. Por ne që nuk i kemi, marrim në treg dhe shqyqyr që kemi tregun thuaj, sepse edhe aty nuk janë dhe aq keq. Jam shumë e kënaqur me perimet që marr në treg. Do vazhdojmë edhe me disa deg majdanos të freskët. Nëse nuk e preferoni, mund edhe mos e shtoni, por i jep një aromë dhe një shije shumë të mirë. Gjithashtu edhe disa thelpinj hudhër. Kjo koka e hudhrës që unë mora i kishte thelpinj shumë të mëdhaja dhe unë griva vetëm 3,5 në mos gaboj, pasi njëra kishte 2 të përbashkët. I nxjerrim patollxhanët nga uji i nxehtë me krip, ndërkohë përgatisim shëllirën me 1,5 litër ujë, 500 ml uthull të bardhë, 5 lugë krip të trash dhe 3 lugë sheqer. Unë në fakt kërkova për krip më të trash se kjo, por kjo ishte vetme që gjeta, nuk e di pse. Do shtojmë edhe 1 lugë gjelle me piper kokër dhe 100 ml vaj ulliri. Masën e shëllirës do ta vendosim të vlojë derisa të shtretet plotësisht kripa dhe sheqeri. Ndërkohë ne përziejmë specat, hudhër dhe majdanosin e freskët. Të gjitha masat i kemi gati, kështu që do vazhdojmë me mbushjen, mos harroni të shtoni edhe gjethe dafine. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë mund të ma shkruani në koment. I mbushim vazot me shëllir të nxehtë, i mbyllim menjëherë kapakët, keni kujdes mos digjeni, mund t'i kapni vazot me një pecet dhe i kthejmë menjëherë përmbys dhe për 4-5 ditë i keni gati. Kjo është një nga mënyrat që mua nuk më dështon asnjëherë, po ju si i përgatisni. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like. Faleminderit.